Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Ky është vlogu pak a shumë i ditëlindjes, sepse kam vendosur disa skena që se në fakt unë nuk është se kam kap në skenë kush e di se qa, po shoqet e mia, njerëzit e mi kanë kap kështu tek tuk, mi kanë nis dhe unë i kam bashkëtu tek vlogu i ditëlindjes dhe thash me që jemi ke ky vlog që i përket më shumë ditëlindjes, mendova t'ju tregoja edhe dhuratat, disa nga dhuratat që më kanë ardhur, sepse gjysmat ishin zarf me lek edhe unë ato s'kam që t'ja u tregoj, nuk është se janë për t'u tregu, po dhuratat që janë dhurata tamam, dhe ja u tregoj, dhe ka kjo kutia e madhe, ka si i bjen 3 ditë që rrin aty dhe unë nuk e kam hap, sepse du t'ja u tregoj ju. Por, si fillim, para se tregoj dhuratat, doja t'ju falenderoja jashtë mase shumë për çdo koment, çdo urim, çdo mesazh, çdo dhurat dhe për çdo sekond që ju keni harxhu për me më thurë mu ato mesazhet e bukura, ato komentet e bukura, ato urimet që kuptohen që janë gjithë zemër, si për ditëlindjen, po si edhe për shtatzanin, sepse tani është marrë vesh që unë jam shtatzan, kam marrë aq shumë dashurisa që nuk e di çfarë t'ju them. Jam, si është ajo shpreha, jam si për qielli tash. Dhe nuk e di se si t'ja u shpërblej gjithë këtë dashuri që më keni dhënë. Do flasim pak më vonë për disa gjëra rreth shtatzanisë, sepse tek video që postova dje që ka bën namin, nuk kam fol aq shumë, por që gjithsesi unë do mundohem, kismet Zotit vetëm të më eci mirë, do mundohem që gjithë shtatzanin të bëj vlog dhe të flasim për çdo etapë të saj. Po të vazhdojmë tani një herë me dhuratat. Me që kam të parën këtu dhe është më e madhja, thash t'i tregoja një dhurat që më ka ardhur nga 2 shoqet e mia të ngushtat, që është advent kalendari i Ritualit. Është ky i riu i këtij viti, që ka gjona fantastike. Rituali dihet se qa është, kështu që vetëm gjona të bukura dhe me kualitet shumë të lartë pritet nga ky advent kalendar. Unë këtë desha në fakt për këtë vit dhe nuk e di se si ka shku puna që shoqet e mia kanë arrit të gjejnë kalendarin që unë desha për këtë vit, sepse nuk është se e kam fol, por që besoj se ka gisht Kesi këtu. Kesi do i ke tregu shoqeve që unë doja këtë, dhe kam advent kalendarin që është ndër vite më i preferuar. Dhe me zor përpres dhjetorin dhe ato dite që do t'i hapim bashk dhe do t'i shohim. Shikoni sa i mrekullueshëm është mre njerëz, si këto shtëpiat tamam kështu për Christmas, dhe për zotin, edhe pse është super e paketuar, unë ndjej aroma shumë të mira këtu. Nuk e di sepse, por që i ndjej. Kjo ishte dhurata nga 2 shoqet e mia të ngushta, nga Gjeni dhe Mirsada, por që përveç kësaj më kanë bler dhe domethënë më njohin jashtë mase mirë, sepse më kanë bler dhe këtë setin nga Fendi me 3 shkëlqyse që janë bestseller, që unë këto të treja nuk i kam 2 versione tjera, po këto nuk i kisha, janë fantastike. Unë do t'i hap në një vlog tjetër, t'ja u tregoj, t'i provoj, sepse tani nuk kam shumë kohë, se sot është e diel dhe Lori dhe Odi po më presin që të bëhem gati dhe të dalim, po thash, po s'ja u tregova dhe sot dhuratat, unë s'ja u tregoj dot më, kështu që le të më presin dhe pak. Ja, pra, kjo është dhe dhurata që është nga Gjeni dhe Mirsada, dhe 2 burrat e vet normale, dhe ju thash që njohin jashtë mase mirë, sepse kanë zgjedhur të duhurat, po t'i veni re këto 2 parat janë me 3 nuanca të ndryshme, ndërsa kjo është si portokalli. Por do t'i provojmë, do t'i vejmë gjithë dhjetorin, gjithë vitin, kështu që do mi shifni. Kam edhe një dhurat nga goca e kushërit Lorit, që unë e du shumë, po puna është që këtu nuk është
dhe dhurata tjetër, se unë duke ja tregu mamit, duke ja treguar mamit të nesër e ditëlindjes, po i tregoja dhuratat edhe e më me që një pjesë të kësaj dhuratës e hoqa dhe ka ngel te mami. Kështu që nuk është se kam këtu, por që te kjo kutia, që ta mendoni që ajo është thjesht 10 ose 11 vjeçe dhe më ka bërë dhuratë, e kishte futur kjo kutia kartonit këtu, bashkë me një kartolinë, që se tita shqeguam nga kartolinën, kishte bërë një urim dhe ca piktura, dhe brenda kësaj kutis, kishte bërë këte kremin për trupin, që është kaq i bukur edhe ka një aromë shumë të mirë, dhe një bërzylyk, që e kishte blerë në ekskursion me klasën, një bërzylyk me gura buqell shumë të bukur. Dhe kur i pash ato gurat buqell, thash, kjo është një shenjë besoj, sepse këto kohë më është lidh shumë, pothuajse çdo gjë me ngjyrat buqell. Thash, mos është shenjë kjo që bebi është çon, sepse ne nuk e dim akoma se çfarë është bebi. Jemi në pritje të përgjigjes së niptit. E kemi bën niptin, po s'ka dalë akoma atëherë. Këtu kam 2 pako të Jurevios, që besoj se kush është nga Durrësi të gjithë e njohin këtë argjendari, se sa me potencial është. Dhe këto të dyja, që një ishte nga mami dhe babi dhe një ishte nga kunata, bashkë me 2 kushërinj të burrit, që ishin blerë bashkë dhe më kishin blerë këto vathët e floririt, që janë shumë fine, shumë të bukura. I kam vënë qy pardje dhe nuk i kam heq. Madje është hera parë në jetën time që unë po fle me vath, nuk më ka ndodhur kurrë. Më tha mami Kamila, vathët e floririt që janë kështu si nuk është se janë shumë të mëdha, mundohu të flesh me ato që të mësohesh, se unë hej gjithmonë darke dhe pastaj të nesërmen harroj t'i vej. Dhe duke arru, kam haset e po më humbin, kështu që i kam vendos, nuk më bezdisin fare, janë kështu si në formë 3 kënd, që si në formë rombi. Ja, janë shumë bukura. Dhe si që tash e kam vendos direkt. Ndërsa te kutia këtu, tjetra që ma ka ble mami me babin, është vetëm kutia bosh, sepse brenda kësaj kutis ishte kjo super unaza, që është, nuk ka ngel njeri, kush ma ka pak të 3 ditë, nuk ka ngel njeri pa ma komplimentu. Është, nuk e di që atëm, është një nga unazat më të bukura që unë kam pa në jetën time. Nga të gjitha krahët, po ta rrotullosh, kjo ka detaje dhe është fantastike. Është plot me gura që jo shkëlqejnë, po të verbojnë. Është e plot shumë, është, nuk e di, domethënë, është mbretërore fare. Dhe unë e dija që mami dhe babi të mboni një super dhuratë, po nuk e prisja këtë sepse kjo është shumë e të shmushme. Dhe nuk e di, më ka zbukuru komplet dorën, kënaqem sa herë shoh, është e mrekullueshme. Dhe është dhurata ime, po e them tani, të gjitha janë preferume, po kjo është dhurata ime preferume, sepse është fiks unaza që unë kam imagjinu dhe që unaza që më pëlqen mua, stili i komplet. Dhe si që thash, është goxha me vlerë. Punati dhe punata, përveç vathve, më kishin bler edhe një set me rroba bebesh, që prap edhe këto mu më japin iden si për çuna, sepse kanë këtë ngjyrën mente, dhe thash, ore, kam shumë shenja që bebi mund të jetë çunë. Dhe është një set shumë i bukur, është për sa është për 0 deri 3 muaj. Ka 1, 2, 3, 4 pjesë dhe vazhdoj për të vi dita që t'ja vesh bebit. Kam edhe një dhuratë tjetër për bebin, që më ka nga çuni i Hallës Lori dhe nusja vet, që është kjo gjirafa Sofi. Është një nga kukullat më të preferume gjithë botën për bebet. Çuditërisht gjithë bebet e pëlqejnë, e mbajnë dorë edhe në periudhën që pastaj dalin kicat, e kafshojnë, është domethënë super e sugjerume sepse është dhe natyrale, nuk ka asnjë nga këto kimikate që janë këto
plastikat e më the thash, do me thënë ka qenë viti 1961 që është një nga produktet më të shitura për bebet. Besoj se gjithë mamat ose kush janë në Shtatzan e njohin si gjo. Dhe kjo është dhurata e dytë që kam marrë për bebin nga njerëzit e mi nga shoqëria. Dhe unë thash për këtë që është e preferuar ime, po me 1% shumë të vogël është dhe kjo dhurata që duhet të tregoj e preferuar ime. Këtë e kam nga motra. Kjo kishte edhe çantën e vet të madhe të kartonit, po unë e kam mbush me plena me gjona dhe e kam hell. Dhe shihni pak çfarë mrekulli është këtu. Me thanë që sa mirë njeh motra nuk e them dot se normale, po së njofti motra kush do mjofi, po i ka ra pikës me këtë çantën. Dhe ju betohem që se kam zgjedhur e ka zgjedh vet, se mund të thoni që të ka pyet motra dhe e ke zgjedh vet, ju betohem që jo, është komplet zgjedhja e saj, është një çantë fantastike e mrekullueshme Versace, e bardhë, me këtë detajin tipik të Versaces, është lëkure, ka rrip kështu si floriri, zinxhir, për këto netët që dalin për shembull me muzikë ose kur duam të jemi më ekstra, ndërsa kjo është më për me zakonshme, më për ditë kështu normale, që hiqen dhe vjen sipas dëshirës. Po shikoni pak lëkurën, detajet, etiketën. Nuk e di domethënë, është fiksiç, domethënë po tisha unë vet, tisha tek dyqani Versaces, është e sigurt që unë do zgjidhja këtë. Faleminderit shumë motra se i gjera pikës, po motra se ka lënë vetëm me kaq, sepse më ka bler dhe këtë seti nga Dior, që është një buskuq dhe çanta vet. Imagjinoni çantë për buskuqin, unë kisha pa kështu kutia ose nga këto çantat e leskës që janë për buskuq, po këtë lloj çante se kisha pa ndonjëherë. Domethënë, ky është buskuqi i Diorit. Është që ndorë kuptohet se qa është. Dhe ka këtë ngjyrën kaq të bukur. Këtu duket më si portokalli, po nuk është kaq portokalli sa duket në video, se ndoshta dhe nga ring lighti, por është pak si në kafe, është fiks ngjyrë që unë kam shumë qef dhe ka dhe pamjen jashtë mase të bukur. Ky është nga ato buskuqe që të vjen keq ta përdorësh. Është shumë i bukur, sidomos kur mendoj që ka këtë çantën e vet, o zot i madh. Ja, kjo çanta që varet, mund ta varësh tek çanta që do përdorësh, te çelsat, nuk e di, ke çelsat nuk kam lyt mendsh me var, se i vjen ta shkatroj, por që edhe mund ta var, domethënë diku. Motra ime është jashtëmase detajiste. E di që ka një muaj që mendohet se çfarë do më blej. Dhe çantat e kjo nuk janë të vetmet. Motra më ka bërë dhe një super, siç e keni pa, një super lishet madhe me lule me trëndafil, së bashku me shoqen time të ngushtë, ne kishim bler të dyja, që ishte një moment shumë emocionues për mua sepse nuk e prisja. Dhe kështu, kam dhe dhuratën që më ka bërë burri, që më bëni iPhone 17 Pro Maxin, plus gjithat e festën me çdo gjë e kam dhuratë nga burri. Vllai po ashtu. Vllai im është tip që nuk ka qef të bëj kështu dhurata materiale. Është tip që, për shembull, ai ka fiksim, ka gjithë këto kohë të fundit, të gjithëve ne njerëzve ton që bëjmë ditëlindjet, na blen fishek zjarre sa për, nuk e di domethënë, nuk marrin fishek zjarret, është tip që harxhon shumë për fishek zjarret dhe i pëlqejnë shumë. Fishek zjarre që mbleu vllai mund të kenë zgjat një 7-8 minuta pa pushim, u kënaqëm dhe ma ndryshoj, ma zbukuroj komplet festën. Paka shumë, këto ishin dhuratat, siç u thash, gjysmat ishin zarfa, po unë kisha qef që këto që i kisha këtu t'ja u tregoja, nuk e di se si ju dukën, a ju pëlqyn, për mua janë të gjitha perfekte, janë të gjitha
janë shumë kamil, gjitha këto. Dhe jam shumë e lumtur dhe i falenderoj nga zemra të gjithë miqve të mi që mi kanë dhuru dhe kanë menduar kaq shumë me detaje që të jetë një gjë që të jetë për mua dhe ta pëlqej unë kaq shumë. Tani, unë nuk po e zjasmo sepse e shoh që Odi filloi tash po kthejnë gjithë shpinë mbrapsh sepse do të dali, e dinej që e diela është për lodra, është për xhiro dhe po çom të bëhem gati, të kapi çik flokët i rregulloj, të vishem dhe shihemi se çfarë do bëjmë gjatë ditës. Ne edhe për fortime, dhe marrim pushën dorë. Që thoni ju, ne kemi ardhur te Muzeu i Forcave të armatosura këtu në Bërzhit. E Bërzoll. Po, ka shumë bërzolla këtu. Vëtall kesi se kjo është kjo është pjesë e historisë tonë shqiptare, mi kesi ta. Jo është vdek për bukë se kështu është kur s'bën mjes. Unë Bërzollën, unë du taj bukë tani. Kjo, kështu është se s'ka, ç'e zgatove sot shpip, ç'e s'bën Po mjes. isha në gjumë, vlla, jam shumë më të gjys. Shkota ishe shumë e mirë, pas të virit e Bërzolla. Okej, Bërzhit mos u ta. Ishte një fut buke. Shikoj sa buka të makinat. Sa më shoka me dukun, piti? Po, Kam kombinu dhe goshën me kafesh. edhe gosha. Jo do më kafe. Kjo është grimë, apo është kafe? Jo më kafe. Shihni këto makina që janë keqen e tyne makinave që janë bo sot. Këto si gjen gjovlla. Po kjo është ambulancë, kjo është e kuqe tani. Po, që mos është shkallë, ambulancë. Ose zjarr fikse. Zjarr fikse. Ndoshta. E mi zi ke gjithë shkujt me këtu. Ato boti është prodhuar në Kinë, thot. 1965. Nuk ka shumë tjetër, ja. Kjo se nuk shkon një për aty s'gon. Është i keq. Ka nas të keqe. Shumë bukura.